Ibn Xhauzi është një dietar, ka thonë një fjalë. Kur e kanë pyet, cilla fjalë ka qenë më e mira që e ke lexuar, ka jetu dikun rreth 90 vjet, prej dietarëve më shumti që ka shkruar libra, kanë thonë cilla fjalë ka met më shumti në mendje gjatë këtyre leximeve, se ai e ka një fjalë thotë nuk kam filluar me shkruar libra, vetëm masi kum lexuar 10.000 libra. 10.000 ka lexuar, masa ne ka nisë me shkruar. Edhe gjatë jetës vetë ka shkruar mbi 1.000 libra. Ka thonë fjala që krejt që kjo enciklopedi e dijes ti, ka thonë ka qenë kjo fjalë që më ka met mas, thot, sado që bën harame, sado që bën, ta mërmene që jetu knaq me haram. Shkon knatësia haramit, 5 minuta, 10 minuta, ke boni haram. Shkon knatësia, mbetet, knatësia qastit, mbetet mëkati përjetshëm. Çaj haram, ka me të një këta jetën, në dunia dhe në akhirat. Ki me vujt, ama në xhenem me vunë për gjithmonë. Edhe kum lexu dhe të kundërtën. Ibadetet, sado që duken të lodhshme, të zëshme, kur të kryhen, harrohen si lodhja, fjala, harrohen si lodhja. E mbetet mas vetë sevapi. I përjetshëm.